Arrestimi i parë për blerje votash gjatë kësaj fushate i evidentuar në lushje në radhët e Partisë Demokratike, cilësohet sa jesë nga selia blu dhe një akt i dënueshëm nga socialistët. Kam parë që ka dalë këneta me para se kishin kap një zhapik andej nga lushja Divjaka, ku diun ku ishte që jepte para për votën. Askush mos ta bëj këtë gabim se është krim. Megjithëse nëngrata e Berishës thuajse është fshirë nga retorika politike e Ramës, raportet me ndërkombëtarët mbeten kryefjala e kësaj fushate elektorale. Mos ma qaj hallin fare ti se unë që janë në kaloj sa herë të du, të ka ardhur fati ndorë ne, shqiptarve, jo Partisë Socialiste, jo mua, shqiptarve, gjithve bashkë. U arroka nisën kokën në kuadrin e bombardimit me gënjeshtrat e tyre, o zot, që bëhet kështu. Po prisin bufin e gënetës të gjithë, bashkë me Qirje Dulen. Se shkoj bufi me Qirje Dulen në Parlamentin Europian, që u hapi derën Qirje Beleri, edhe u përmbys bota. Të tërë u ngritën në këmbë. Rama ka një përgjigje për të gjithë ata që konsiderojnë çeljen e fushatës me këngë valle si tallava elektorale. Tallava si merrni të keqen ti dhe këneta. Çfarë quani ju tallava? Këngët më të bukura popullore quani tallava ju. Modernët ju marshat keqen, sa modern që jeni. O sa modern që jeni, do vdes për modernitetin tuaj, s'ka problem.